Faleminderit zonjës Eltiona, është kënaqësi për ne të kemi çdo herë pjesë të panelit tonë. Do të vijoj më tej me një gazetare e talentuar, e bukur, dhe tani fjalimin e mban Kristina Korra. Duaj një aplaudim shumë fort. Të nderuar përfaqësues të institucioneve, të nderuar të ftuar miq dhe bashkëpunëtor. Është një privilegj i veçantë për mua që sot, në ditën e flamurit, të jem pjesë e këtij aktiviteti të organizuar me përkushtim nga shoqata Nexhat Albania. Kjo ditë që simbolizon sakrificën, lirinë dhe identitetin tonë kombëtar, na kujton se forca e Shqipërisë ka qenë gjithmonë tek njerëzit e saj, tek zemra e hapur dhe tek krenaria për rrënjët tona. Sot dua të shpreh mirënjohje të thellë për Shqipërinë, një vend që ka treguar jo vetëm forcë, por dhe humanizëm. Shqipëria ka hapur dyert e saj për komunitete të huaja, për njerëz që kërkojnë siguri, dinjitet dhe një mundësi të re për të jetuar në paqe. Ky gest fisnik është një testament i vlerave tona kombëtare dhe i traditës sonë mikpritëse. Një falënderim i veçantë shkon për Aldo Sulollari dhe për të gjithë ekipin e shoqatës Nexhat Albania. Që me shumë profesionalizëm dhe përkushtim, ata kanë krijuar një sistem të qëndrueshëm dhe të organizuar që ndihmon refugjatët dhe komunitetet e huaja të ndërtojnë një jetë më të mirë, ndërsa njëkohësisht të kontribuojnë në krijimin e një imazhi dinjitos për Shqipërinë në arenën ndërkombëtare. Kontributi i tyre është një shembull i qartë se si puna e përditshme, bashkëpunimi dhe vullneti i mirë mund të sjellin një ndryshim real. Në këtë ditë të shenjtë, ne jo vetëm festojmë historinë tonë, por dhe shohim drejt të ardhmes me besim. Bashkimi, solidariteti dhe respekti për njëri tjetrin janë vlera që duhet i mbajmë gjithmonë gjallë. Gëzuar 28 nëntorin, rroft Shqipëria dhe rroft flamuria.